vërtetojmë që si jemi marrë peng. Jemi njerëz të lirë të cilët e duam demokracinë, Shqipërinë dhe Partinë Demokratike. Pas viteve 92, 93, 94, Fondacioni Shoqërisë Hapur në mënyrë sistematike e ka goditur Shqipërinë, veçanërisht Partinë Demokratike. Qëllimi ishte të merrte peng pasuritë e Shqipërisë dhe ne gjithë ne sot jemi dëshmitar që në çfarë faze, në çfarë situate kritike është shoqëria shqiptare. Është vërtet që sepse ka një diçka, dinamika e zhvillimit sjell zhvillim. Por sot Shqipëria për hir të vërtetës është goditur aty ku aty ku një shoqëri ka dëshirë të mbijetojë. Familja. Shpeshherë dhe ne kemi heshtur. Dhe këtu duhet jemi koshient. Heshtja jonë për situatat të caktuar në ka dhënë dhe pasoja. Ne kemi heshtur dhe kur u godit familja. Dikush mund thot si u godit familja. Mja thot shikojmë sot, mbi 40% e shoqërisë shqiptare është larguar nga Shqipëria. Është larguar truri i shqiptarëve. Është larguar rinia, energjia, forca. Janë larguar zanaçit dhe profesionistët. Kjo tregon që ka patur një skenar të detajuar për të goditur shoqërinë shqiptare. Pastaj ligji i fundit i maratuar në parlament, ku është vështirë të përcaktojmë tash kush është nëna, kush është babai, këto janë goditjet e shoqërisë shqiptare. Këto janë goditjet e familjes. Dhe një shoqëri të cilit goditet familja normalisht e ka të vështirë të mbijetesës. Unë do të drejtohem miqve të mi. Miq, ne jemi këtu. Ne kemi mundësi për hir të vërtetës. Doktor Berisha në një fjalë para disa kohësh tha që duhet pastrojmë shtëpinë tonë. Shtëpia jonë është vërtet që ka nevojë për të ndryshuar doktor Berisha dhe për të pastruar. Këtë nuk e bën dot një person i vetëm, këtë duhet ta bëjmë gjithë bashkë. Goditur në çdo drejtim. Unë para se të mbyll fjalën, kam dëshirë të kujtoj një aspekt. Ka qenë data, duke dhënë data 10 dhjetor 90. Merdi babai për një vizitë. Pas një interviste në televizionin shqiptar, ku dilje hapur kundra diktaturës. Nëse do ta fitoni këtë betejë, ju keni fituar një luftë dhe burri është pjekur kur fiton një betejë. Një burr piqet kur kryen një ushtrinë. Një djalosh piqet kur i vdes babai në moshë 3. Dhe një burrë mund piqet kur bën një burg. Ne disa faze kemi kaluar, po jo çdo fazë e tij ka treguar që e pjek burrin. Ne kemi nevojë për më shumë mirë kuptim me njëri tjetrin, për tolerancë, por dhe për të më qenë më të vendosur. Dhe e fundit fare, çfarë unë do të sugjeroja, ka dhe një parim, në qoftë se një nga pjesëtarët e familjes në darkë televiz dhe kthehet mëngjes, ai nuk është më pjesëtar i familjes. Unë atë pjesëtar familjes e pastroj. Ne kemi nevojë të pastrohemi, doktor Berisha. Ne duhet jemi vetvetja. Shqiptarët shpresojnë dhe besojnë tek ne. Mirënjohje dhe respekt gjithmonë. Figurës legjendare të Azem Hajdarit. Respekt dhe mirënjohje doktor Berishës, që atë lëvizje e ktheu i dha formë dhe i dha cilësi nga një lëvizje, nga një zemrim popullor në lëvizje politike dhe ne krijuam Partinë Demokratike. Respekt, mirënjohje për jetë Partisë Demokratike. Unë shpresoj sepse pranvera do të jetë e shkëlqyer, do të jetë shumë më shkëlqyer sa dhjetor 1990. Të gjithë bashkë do ja dalim. Nuk ka vend për më thonë që jemi pak, ne jemi shumë. Gjithë këto zemra këtu janë shumë të fuqishme. Ju falenderit, kam nderin të ftoj djalin e mikut tim, Azem Hajdarin. Azem, ti je gjallë. Përshëndetje të nderuar. Kam kënaqësinë që të jem këtu sot, një ditë që ka qenë një ditë që gjithë shqiptarët duhet jenë mendoj mirënjohës e falendëruars për herojt që bën pjesë në lëvizjen studentore, me kryetar në atë kohë babain tim, doktor Berishën, e shumë herojnë tjerë. Mendoj që falë kësaj heroizmi që bën këta njerëz, shqiptarët sot duhet ta dinë që kjo sakrificë, ajo gjakderdhje që u bën atë kohë, vetëm me parimin për të pasur një ardhmë më të mirë, sot shqiptarët kanë mundësinë që të shkollojnë fëmijët e tyre aty ku dëshirojnë, të hanë ushqimet që dëshirojnë, të dëgjojnë muzikën që dëshirojnë, të shikojnë televizor edhe atë që dëshirojnë, të vishen si dëshirojnë, të martohen me atë që dëshirojnë. Pasi gjitha këto ishin pasoja që ishin të pamundura të bëje sipas dëshirës apo sipas zemrës në kohën e agresionit komunist.
momenti kur babai im ishte në momentin më krucial, po themi, që mori hapin për të bërë drejtuesi lëvizje studentore, ishte një moment kur ai ishte fare i ri. Dhe dua të them që sapo ishte bërë me fëmijë faktikisht, babi ka qenë një person, dua të tregoj edhe pak për babin, për shkak se duke qenë se, si kam thënë më përpara, unë e kam munduar ta mbaj ngjallë me histori dhe kam dëgjuar shumë histori. Babi ka qenë një person që kur erdhi herët në Tiranë, domethënë për të bërë kryestudimet, ishte një person që donte ta rëmbente të ardhmen e tij dhe t'i vinte gjërat para. Ai në atë kohë faktikisht, dua t'i them diçka, po them disi komike, ran dashuri me nënën time dhe si pasojë e agresionit komunist ajo detyroi që në thonjza me dashuritë përbashkët ta rëmbente atë dhe të largohej drejt tropojës. Pasi dashuria atyre ishte e pamjaftueshme për të bashkuar me njëri tjetrin fal agresionit komunist. Pra dua të them deri ku shkonte agresioni komunist në atë kohë që ti nuk mund ta ndiqe as zemrën tënde, as për të krijuar familjen që dëshiroje. Dhe dua të them që në momentin që ai krijoi familjen në Tropoj dhe u bë me fëmijë, ai u nis drejt Tiranës me ëndrrën që Shqipëria ishte një Shqipëri pluraliste, ishte një Shqipëri demokrate, ishte një Shqipëri ku shteti ishte në funksionin e njerëzve dhe jo të qeverisë dhe interesave të saj egoiste, po themi. Derisa gjyshi im era më pas, duke qenë se ishte, po them, pasojë e kohës dhe brezave që jetonin atë kohë të moshës gjyshit tim, e mendonte të pamundur që djali vet vinte në Tiranë dhe të vinte të hidhte poshtë bashkë me shokët e tij sistemin më agresiv që ka njohur, po them, Ballkanin dhe Europa. Dhe ai thonte që vleri këto ëndra se bjerë ketë pamundur për ta bërë këtë gjë, edhe deri diku edhe qeshte dhe u tallte një formë ironike që më mirë shikoj një jetë më të sigurt për veten tënde. Por jo, Azemi nuk mendonte sot për sot dhe ishte një njeri që donte të mendonte më afatgjatë për veten, për shokët e tij, për familjen e tij dhe nuk e kishte konceptin e frikës. Azemi ishte me konceptin që frika nuk ndalon as vdekjen dhe as humbjen, por frika mund të ndalojë fitoren dhe frika mund të ndalojë jetën. Dhe Azemi u nis për në Tiranë, ku njohoi shokët e tij dhe vëllezërit e tij që bashkë me ta kalon një nga momentet më vështira që mund kalonin njerëzit në atë kohë. Duke dalë para autoblindave, duke dalë para tanqeve, duke dalë para plumave, duke rrezikuar jetën e tij. Dhe në ditët kur kaosi i momentit që solli kjo situatë dhe studentët po themi u konfuzuan pak nga që ishin shumë njerëz, ishte shumë situatë impulsive. Studentët nuk po dinin nga drejtoheshin te pjesa që ku e dim ne që ti je me ne dhe ti mbron realisht interesat tona, dhe aty babai im hypi një shkallë më lart duke u kapte xhupat e shokëve të tij dhe la garant fëmijët e tij, Kirin dhe Rudinën, motrën dhe vllajën tim, duke thënë që unë lë garant fëmijët e mi janë aty, nëse unë ju tradhtoj juve, unë kam tradhtuar fëmijët e mi. Gjë që ky moment studentët në atë kohë i shtangu që një person mund të linte garant fëmijët e tij, mund të sakrifikonte çdo gjë deri në familje për lirinë dhe demokracinë e këtij shteti. Në atë moment ai mori leadershipin dhe besueshmërinë që është më e rëndësishme të shokëve të tij në atë kohë. Por çfarë ndodhi në këtë moment? Në këtë moment babai më ngjiti shpinës tij shumë përgjegjësi përsipër, gjë që ai ndoshta nga ana akademike i duhesha akoma dhe shumë më shumë punë për ta drejtuar këtë televizje. Dhe kujtoj me qeshur në një lloj forme historitë që më tregonte xhaxha im që babai jot, duke qenë se i ngjvuri shumë përgjegjësi për vetes përsipër dhe duhet të drejtonte në njëjtën kohë duhet ishte shumë akademik, gjë që ishte shumë e vështirë për atë kohë aq i ri sa ishte ai merrte në gjuhën popullore, po e themi kov ose govat, dhe e vinte me ujë të ftohtë të këmbët e tij dhe mësonte gjithë natën dhe lexonte gjithë natën që mos ta zinte gjumi. Në këtë mënyrë që të arrinte dhe të balanconte jetën familjare, jetën politike dhe zhvillimin e tij intelektual. Dua të them që ai ishte një baba shumë i dashur
sa që dikush mund të shikoj, ose shumë mund të shikojnë vetëm anën politike, po Azemi si të ri shqiptar sot ishte një sportist, ishte një sportist i sportit mundjes, që sakrifikonte shumë dhe shkonte nga tropoja në Kukës në rininë e tij me motor për të bërë sport, për shkak se kushtet ishin të limituara. Ishte një person politik që pavarësisht agresionit politik gjatë ditës, rrezikimeve të jetës dhe situatave voluminoze që ofronte politika, prap gjente kohën për të kthyer në shtëpi dhe për të luajtur me vllajën tim me Kirin në atë kohë, siç luajnë të rinjt sot PlayStation, ka qenë dhe një PlayStation e asaj kohe. Dhe luante si të ishte një fëmijë për të bërë dhe një shok vllajt tim, aq shumë luanin sa që nëna në erë mërziste dhe ja ulte dhe automatin e dritave tamam sikur ishin dy fëmijë të vegjël. Më pas, kur ai lente kohën e lirë me fëmijët, ai drejtohej përsëri politikës deri në orët e vona të natës, që ai priste, po themi deri në orën 2 të natës, gazetën e ditës së nesërme për ta lexuar dhe për të qenë i përgatitur që t'u zgjonte herët në mëngjes në orën 6 ose 7 të mëngjesit, ku ai priste njerëzit në derën e shtëpisë që u bënin rresht për të diskutuar mbi hallet që këta njerëz kishin, që ai përjetonte sikur të ishin hallet e veta. Dua të them që të rinjt sot nuk kanë asgjë, as më pak as më shumë se ç'kishte Azem Hajdari. E vetmja gjë që është në lojë është shpërqendrimi. Dua të them për gjithë ata të rinj që mendojnë që vota ime s'bën ndryshim, një votë s'bën ndryshim, ose ç'a ndryshimi bën po dola në protestë, ose ç'a ndryshimi bëra po bëra unë këtë gjë se unë një person jam. Nga një person bëhen 2, nga 2 bëhen 3, dhe jo vota, dhe jo dalja në proteste, dhe jo këto gjëra, po edhe një diskutim në një grup mbi 3 veta, ku njerëzit diskutojnë për hallet dhe problemet e veta dhe për të përmirësuar veten, shoqërinë e tyre dhe kushtet, bën një ndryshim shumë të madh. Kujtojnë të ditë bashkë me ju herojt e asaj kohe, që ishte babai im, ju falenderoj që bëni pjesë këtu sot, dhe mbajmë për herë kujtimin gjallë dhe ndjekim të njëjtat ideale, jo për veten tonë, po për fëmijët tanë, për nipërit tanë, për mbesat tanë, për shtetin tonë dhe për të ardhmen tonë, që mendoj që do jetë e sigurt nëse ne vazhdojmë luftojmë. Ju falenderoj shumë dhe ftoj një nga personazhet më kyç të asaj kohe, doktor Sali Berishën, marrë fjalën. Faleminderit.